Ministri i Arsimit Besa Shahini foli në parlament për rastin e abuzimit të 15 vjeçares, ndërsa tha se nuk do të merren me rastet individuale, pasi kjo është njësoj sikur t'i dhunosh sërish. Nga kuvendi, Shahini theksoi se raste të tilla abuzimi janë zbuluar nga stafet e shkollës, të cilat janë përcjellë organeve të drejtësisë. Ajo pohoi se nevojitet hetimi i thelluar i gjendjes së përgjithshme në shkolla për të intervenuar për kulturën aty. Pezullimi personave që janë përgjegjës për të siguruar mirëqenien e nxënësve në shkollë, si drejtues shkollave, psikolog, mësues kujdestar, derisa të bëhet një investigim dhe të vërtetohet nëse ata kanë qenë neglizhent apo jo. Hetimi i thelluar i gjendjes së përgjithshme në shkollë, duke intervistuar nxënësit dhe komunitetin për të intervenuar në parandalim të një rasti të tillë në të ardhmen dhe për ta ndryshuar gjithë kulturën në shkollë dhe shërbim i menjëhershëm psikosocial për të gjithë nxënësit që mund të kenë përjetuar një abuzim të tillë. Për rastet kur abuzuesi ka qenë në familje apo në komunitet, janë marrë të gjitha masat më të rënda ndëshkimore ndaj abuzuesve nga organet e drejtësisë. Por më jashpër është treguar deputeti Halid Valteri, i cili ka bërë thirrje në parlament që të rikthejë dënimin me vdekje për pedofilët, nisur dhe nga rasti i abuzimit me një 15 vjeçare nga një 65 vjeçar në Babru. Ne nuk na takon t'i vëmë gishtin dhe të gjejmë përgjegjësit. Ne na takon të kthejmë gishtin nga vetja dhe të ndjehemi po aq përgjegjës nga ata sa e kanë detyrë për t'i mbrojtur këta fëmijë. Por ne një herë të vetme duhet jemi gjithë bashkë, një herë të vetme për fëmijët tanë. A ka mundësi që çdo shkolle t'i japim stafin që të merren me fëmijët? Ju lutem, hajde të bëjmë një ligj. Këta njerëz, ndoshta edhe çfarë thash që duhen varur, është që vjen nga shpirti e varjes, po me që kjo e varjes nuk bëhet, hajde t'i dënojmë për jetë, të ndryshojmë kodin penal, hajde t'i mbrojmë fëmijët, por ideja, zonja ministre, është që ne ta parandalojmë para se të shkojë aty, jo kur ta bëhet gjëma dhe të çohemi dhe të flasim këtu në këtë vend dhe të themi t'i vëmë gishtin X-it apo Y-it. Por duket se rasti i 15 vjeçares do të vë para përgjegjësisë dhe mediat, të cilat kanë publikuar të plot dëshminë e një të mitur dhe identitetin e saj apo të familjes. Ama është duke shqyrtuar këtë rast abuzimi mediatik.